Në të gjithë vendin vijon zbatimi i programit kombëtar për depistimin e kancerit të gjirit, duke ofruar mamografi falas për gratë e moshës 40-50 vjeç dhe ato mbi moshën 50 vjeç të targetuara si grup risku. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka ndarë përvojën në 3 zonjave nga Tirana pas kryerjes së mamografisë falas në Poliklinikën Qendrore nr. 3, një nga 16 pika stacionare ku ky shërbim ofrohet çdo ditë të vitit. Mesazhi i tyre, ashtu edhe i ekspertëve të shëndetit, është i njëjtë se kontrolli i hershëm shpëton jetë. Ju bëj thirrje gjithë grave të bëjnë mamografin se është shpëtim jete të një gruaje. Unë çdo vit e bëj mamografin. Me qënë se jemi në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, ju bëj thirrje të gjithë vajzave dhe zonjave të vinë të bëjnë mamografin falas. E bëra mamografin sepse çdo ditë e jetës vlen. Ton Peto Shati, mjek imazherist, tha se ekzaminimi i gjirit është falas, i bashkohemi edhe si repart sensibilizimit të vajzave. Ekzaminimi i gjirit është falas patjetër, bashkohemi edhe ne si repart sensibilizimit zonjave, zonjushave për patologjitë e gjirit, gjithmonë të mos anashkalohet asnjë lloj shqetësimi apo problematike tjerë, duke qenë se ekzaminimi i hershëm është decisiv. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bëri të ditur se javën e parë të tetorit në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit janë kryer 779 mamografi falas në rang vendi, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik dhe Operatorit të Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor. Shërbimi i kryerjes së mamografisë ofrohet falas çdo gjithë vitin në 16 poliklinika dhe spitale në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësi të lëvizshme të mamografisë. Përgjatë muajit tetor, fashat janë të hapura në çdo spital dhe poliklinik, ku çdo grua mund të kryejë mamografin në çdo kohë pas sistem referimi, vetëm anë të një mjeti identifikimi.